Venera Gashi është vetëm 12 vjeçe. Ajo vuan nga një sëmundje e rëndë, për të cilën mjekët thonë se shërimi mund t'i gjendet vetëm në ndonjë klinikë jashtë Kosovës. Familja e saj nuk ka mundësi që ta dërgojë atë për shërim jashtë vendit, andaj lutën të gjithë ata që kanë mundësi materiale dhe humanizmin e kanë në shpirt të ndihmojnë Venerën që t'i mundësohet transplantimi i mëlçisë duke dhuruar të holla në bankën Raiffeisen në numrin e xhirollogarisë 150-100-000-243-269. Familjarët e Venerës dhe vetë ajo do të ishin shumë mirënjohës për të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, të cilët përmes kontributit të tyre human do t'ia shpëtonin jetën kësaj voglusheje.